Janë bërë 4 ditë që platforma e sistemit elektronik e-prokurimi ka dalë jashtë funksionit. Mos funksionimi i saj ka bërë që shumë procese të nderimit të mbesin pezull. Sipas avokatit Qendrim Arifi, dëmet mund të jenë të mëdha dhe të pariparueshme. Ne kemi ngritur shqetësimet tona, them që veprimtaria ime si avokat lidhet shumë edhe me biznese të cilët aplikojnë në procedurat të prokurimit respektivisht operator ekonomik. Mirë po, domethënë kjo paralizim i sistemit të e-prokurimit është një sistem shumë i madh dhe njëherët i njëjti shkakton pasoja të pariparueshme posaçërisht për operatorët ekonomik, mirë po jo më pak edhe për autoritetet kontraktuese. Ndërkaq, mos funksionimin e kësaj platforme nga Demokracia Plus e kanë konsideruar si alarmante. Kjo paraqet një problem shumë të madh për gjithë sistemin e prokurimit në Kosovë, pasi gjithë sistemi është i bllokuar, domethënë jeni atu fol për ngarkimin e ofertave, hapjen e ofertave, ngarkimin e ankesave në proceset të cilat vetë se kanë filluar më herët, pra gjithë sistemi është i bllokuar. Kjo pak a shumë është një situatë alarmante për prokurimin publik në Kosovë, pra për gjithë të nderët, pasi nga viti 2019 i gjithë sistemi i prokurimit publik shkon përmes kësaj platforme. Ndryshe, Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik gjatë së ejtës ka dalë me një njoftim për operatorët ekonomik dhe autoritetet kontraktuese. Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik njofton të gjithë operatorët ekonomik, autoritetet kontraktuese dhe të gjitha palët e interesuara se problemi teknik i raportuar me datën 04/03/2025 ende nuk është evituar plotësisht, prandaj ashtu siç është tekstuar në njoftimin paraprak nga data 04/03/2025 deri në datën e kthimit të shërbimeve online, KRPP do të ndërmarrë veprime teknike në sistemin e prokurimit elektronik, duke siguruar vazhdimsinë e gjitha proceseve të ndërlidhura me aktivitetet e prokurimit. Ndryshe, pas rënies së sistemit elektronik të prokurimit publik, ka pasur shumë reagime duke pretenduar se do të ketë pasoja të mëdha.